Take that. Danza kuduro, balanza que é uma loucura. Morena, vem a meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer com duro, balança que é uma loucura. Morena, vem a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Oi, 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 oi. Seja morena, loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi. Filloj me vërtet filloj se është fundjavë, është le të themi një ndër puntatat pak më ndryshe se ato tjera, jo se na mungon muzika, jo se na mungon një dorë e zgjuar inteligjente që vendos baza fantastike, po ashtu nuk mungoj as unë as Diana, batutat, por mbi të gjitha as ju. Por sot është pikërisht e shtunë, në 17 shtator, shumë prej jush ne dim, nuk mund të gënjejmë veten mbase e kanë zgjedhur që të shëtisin për herë të fundit, të themi disa nga klubet e ndryshme të Tiranës se ende shërbejnë në ambjente të hapura, ndërkohë shumë të tjerë që janë fatkeqësisht apo fatmirësisht kjo varet nga ju jashtë Tiranës, në çdo qytet tjetër apo edhe në çdo vend tjetër të botës, janë gati në radio televizonin Ora News. E pikërisht për këtë arsye i thash Dianës që do ta nisim me ritëm siç dimë ne të dy. Diana tha, unë ashtu isha bërë gati, kështu që ishim bërë gati, le të themi për të qenë të sinqert gati për ta nisur vrullshëm, ndërkohë që me magjinë e tij të veçantë Dieni tha, se po bëj një montazh, po bëj një miksim, edhe i thash mirë, është shtunë, edhe sot do e djegjem, siç thuhet në mënyrë popullore. Faleminderit shumë për vëmendje. Faleminderit që në këtë moment e jeni duke lajmëruar motrën vllajin, të dashur apo dashurin që mbase keni në dhomën tjetër, hajtë se filloi Ermali dhe Diana. Jemi në radio ekran dhe në internet me emisionin e vetëm që mes natën ta bëjmë ditë, mes natën ta bëjmë si gjithmonë vetëm start. Faleminderit. Se ku pash disa vajza? Jam unë që jam sa për 100. Përshëndetje dashur miq, mirë se ju gjetëm sërish. Faleminderit që zgjodhët startin, e faleminderit që çdo ditë jeni më shumë tek starti, por jo thjesht si teleshikues apo radio dëgjues, por si miq të vërtet, sepse edhe kur kemi diçka që nuk na shkon, ju e shkruani. Pas zëdana, mos e lexo, po këtu qëndron problemi. Faleminderit vërtet. Jam akuzuar gjithmonë që kam mirëpritur komplimenta, në fakt nuk e se si mos t'i bësh, po kësa herë vendosaj që t'jem unë ajo që bëj komplimente tepër reale. Ai është veshur shumë bukur sot, është veshur me të bardha, edhe për te një miku shumë të mirë. Sot vërtet Ermal të shkoka pafund e bardha, po më pëlqej më vërtet shumë. Në veshjen e Ermalit jemi te Koli Jeans. Po dal të përshëndes pak atë gocën që më përshëndeti tani. Ose da ta shoh regjeta, shoh pak atë gocën që më përshëndeti apo jo? Kush më përshëndeti mua vallë? Ua, përshëndetje. Se nuk e ndaj dot ekranin. Faleminderit shumë. Mirë. Vërtet bëri një hyrje spektakolare. Ishte sigurisht Dora e Glenit, ka ardhur ai sot. E tha Diana nuk rria dot pas startin. I thash Glenia, një herë ta shikosh të rjetën do ta kërkosh, dhe ai tha, Diana, të besoj për juve, Gleni. Është emocionuar pak sot, i falem. Ka disa ditë që punon vetëm para dite. Shiqyr që jemi ne parë të zemër që na ke impuls se vërtet i shpreh vërtet energji. Edhe pastaj prap kështu jetë. Mirë jetë. Varet çështja e parit. I say I want it that way, but we are two worlds apart. Can't reach to your heart. Tani po e mendoj seriozisht, pse ti vendos vetëm Backstreet Boys? Jo Spice-at, jo Atomic Kitten, a ku ta di unë? Jo Blue. Ato kërcimet kështu, të gjitha unison, njësoj. Po mirë, ato kërcimet e si bën ti, po gjithë në atë kohë kemi kërcyer. Po ku është ai sot? Kemi kërcyer të gjithë me Backstreet Boys, atë mos filloj me. Amon, më vë një këngë të Spice-ave, aman. Thank you very much. I need somebody. I thotë dashurit vet, tani çao, kalofsh mirë. A mund ta gjesh shkruhet? Që u njoh.